Do të hapim zarfin. Mësojmë kush është konkurentja. Do të shohim vajzën e parë që kualifikohet në top 15 që në më të mirë. E lexon emrin, Ariola. Po kam derin sepse edhe unë i kam 50% të geneve nga ky vend. Vajza e parë që kualifikohet është Laura Marovic nga Ulqini. Laura, urime, suksese. Nga Ulqini ndjek shkollën e mesme mjekësore sepse beson që kujdesi për të tjerët është një nga thirrjet më të rëndësishme që dikush mund të ketë. Arola, të falenderoj, ne do të vjojmë me 14 vajzat e tjera. Faleminderit që ishe këtu. Të cilat kanë fatin që të kualifikohen për më tej. Kush është emri i dytë tani? Pamela Dedaj. 21 vjeç, me origjinë nga Mirdita, por e lindur dhe rritur në Greqi. Aktualisht studente financë dhe kontabilitet, paralelisht punon dhe si estetiste. Vajza e tretë që ka fatin të kualifikohet me tej është Barbara Kodra. Miqtë e trasin Barbi, 18 vjeç, e lindur në Tiranë me origjinë nga Korça. Sapo ka përfunduar me sukses 3 vitet e gjimnazit dhe është në pritje për të ndjekur studimet universitare në degën e laborantes dentare. Urime Barbara dhe vjojmë me tej. Konkurrentja tjetër. Amenda Bardovari, 19 vjeç, nga qyteti i bukur i Korçës. Miss Univers për të është një mundësi për të ngritur zërin, për të qenë një shembull dhe një frymëzim. Marigona Mushabani është vajza tjetër që kualifikohet, 22 vjeç, nga Gjakova, ka përfunduar Fakultetin e Edukimit dhe është e licencuar për infermierit të përgjithshme. Konkurrentja tjetër që vazhdon garën, Enxhi Beçollari, 18 vjeç, nga Durrësi, me origjinë nga Korça, sapo ka përfunduar gjimnazin dhe synimi im i radhës është të ndjek studimet e larta për gazetari. Klevisa Gega, 18 vjeç, nga qyteti i Lezhës, ka mbi 4 vite që merret me modeling dhe për të është një nga fushat më të bukura që mund të hedhësh hapin për ta kthyer në profesion. Urime Klevisa, vjoj më tej. Klaudia Seriani, 18 vjeç, e lindur në Korçë dhe e rritur në Durrës, aty ku historia takohet me energjinë e së tashmes. Familja e saj e madhe është motiv dhe krenaria e saj. Ka fatin të vjoj garën Alba Fazlia nga Prishtina. Ëndra e saj të shpreh veten përmes artit, bukurisë dhe vetbesimit. Modelimi nuk ishte thjesht një pasion, por një mënyrë për t'i treguar botës se çdo vajzë mund të shkëlqejë. Konkurrentja e radhës që vazhdon garën më tej. Flavia Harizaj, 25 vjeç, nga Fieri, ka studiuar për financë. Fusha e ekonomisë dhe menaxhimit është pasioni i saj, por ëndra e saj më e madhe është modelingu. Stella Gjergji vjon më te garën, 20 vjeç, nga Shëngjini. Familja është zemra e saj që e ka shtyr përpara në çdo ham të jetës. Është mirënjohëse ndaj Zotit për gjithçka, për mundësitë, për pasionet dhe për rrugët që janë hapur deri tani. Konkurrentja tjetër që vazhdon garën më tej është Ketiona Piku, 25 vjeç, me origjinë nga Peshkopia, por e lindur dhe rritur në Tiranë. Që në fëmijëri, sfidat e kanë mësuar të rritet për te kufive të frikës dhe rahatisë. Jemi drejt fundit. Është Alesia Bushi, vajza që kualifikohet më tej. 19 vjeç, e lindur në Itali, por në origjinë nga Durrësi, e rritur nga 2 prindër që i kanë mësuar traditat shqiptare, pa harruar rrënjët e saj, duke u rritur në një vend të huaj. Anjola, jemi në 2 konkurrentët e fundit që vazhdojnë garën më tej. Dorea Shala, e lindur dhe rritur në Amerikë, por zemra e saj ka qenë gjithmonë në Kosovë. Ka pasion model dhe modelingun. Miss Universe është një mundësi për t'i dhënë zë ëndrave të saj. Dhe kush është vajza e 15? Ta themi? E themi. Patjetër. Abigela Curaj, 19 vjeç, e rritur në zemrën e malësisë madhe, në një familje të mbushur me dashuri, ngrotësi dhe vlerat pa lëkundura që i kanë mësuar të besojnë në vetvete dhe të ndjek ëndrat pa frikë. Urime të gjitha vajzave, sukseset më teshme. Unë vërtet dua t'i falenderoj të gjitha që morën pjesë në këtë edicion dhe veçanërisht
që zgjodhën brendin ton për ta afirmuar vlerat e tyre. Faleminderit vajza dhe suksese pa çifat